Rrugtimi im si vjet në fermë nuk ka qenë i thjeshtë as pak. Nuk dua të themi prekur sepse nuk dua të dukem si dobot ose si vulnerabël, nuk dua të luaj kartën e viktimës sepse pastaj do thonë po viktimizohet kur e plaku pe përdor për lojë. Kam edhe unë një nën në shtëpi që më shikon edhe që shqetësohet, kam edhe unë njerëz që ndoshta më duan. Të gjithë më kanë përdorur për lojë. Të gjithë më kanë përdorur për lojë. Dhe i them me respektoni, mbani qetësi aty mos bërtisi se më çmendet dhe bërtasi. Unë prapi ke jam përgjëruar atij Andreas. Andrea të lutem, mi kam thënë. Andrea të lutem. E ka fermë. Vazhdoni thot ferëm. I them mos u çoj Eran, mos u çoj. Të çmeni ky Eran sot i Luana si pa përballueshëm. Sa shkëputemi nga ty e dashur, më thot Albano, jemi on apo jemi off tani? Jemi on gjithë kohën. 24/7 jemi on. Si mund jemi off? Ku je të lajmet e mbasdites? Jo. Limi më kishte dhënë mua besën. Për çfarë ta dhash besën? Më shif sy edhe më thuj për çfarë ta dhash besën? E kuptova që i kishte dhënë besën dhe Albës. Ka qenë periudha më e errët e jetës time. Por në këtë mënyrë këtu jam unë i përdoruri. Që isha besa e parë e limit. Qohet Big Mama si pa të keq më puth, qohet Elinara më puth, pastaj e puth unë. E disa irrituese është kur të përdorish si mish, vetëm se je i bukur dhe se je i pashëm dhe se je i parezistueshëm. Çfarë kam bërë në këtë jetë? Shfaqim që kam lindur king. Bëjmë sfidën e buxhetit me llastike dhe s'po godisin asgjë. Alba Pollozhani kishte goditur 3 herë në qiell. Dhe çdo sfidë buxheti ka vajtur kështu. Po më sa s'kan fat, ja u kam unë me të futur. Po pse duhet i marrin lakrat e mollët? Tu i padrën olla. Ç'është tu? Ç'u ka vali shenzësh tu? Se dinta që çdo moll që ka ngrënë ta pa leje, i ka paguar kryeplaku i shkret 64.000 euro të qelbura në muaj marr. Nuk jeton not njëri me 64.000 euro. Ha moll tap, pap mi zbrit mua nga rogaj. 1.000 euro molla i ka paguar. Do ketë një rap battle, një betejë hip-hopi midis Erandit dhe Frederikut. Qatë si malë, meri nive ripa, her ma hype, e her ta hipa. Dhe unë po shtiresha me mishe me shpirë, po bëja, yeah, this shit is on fire. Ishin 2 njerëz që të 2 bashkë janë 460 vjeç. Dhe nuk po bërin hip-hop, po flisnin me 1 në orë. Pse duhet të bëjmë sikur çdo gjë shkon në rregull? Jemi me Tito si kompozitor në fermë rri burdhra për taraton. U montua pishina. Mezi po prisja të dilnin Elinara, Big Mama, Esteri, kush ishin gotë të shkonin në pishinë. 3 orë pritje. 2 të parë që dolën ishin Andrea dhe Andoeli. 2 burra me lesh. 3 orë pritje dëm. Unë nuk e kuptoj si mund ta bëj Castro Zizo këtë. Është artist që në 99. Nuk ka vesh çorape akoma. Vazhdon zveshë. E pa tash po ngrohet koha, s'ka faj. Ira i shkon pa çorape, po Luana çka që na i thot. Na i ngjiti sëmundje të gjithëve. Shikoj me sandale të betohet. Na heq barku 3 në ditë u grim nga diarea. Vish çorape të lutem. Çfarë shëmbull je për komin? Shaku është, nuk e di. Dëgjoj këtu. E pare punës, sigurisht e pare punës. Gjëja e parë që do thuash është e para, nuk mund të jetë e nënda. Patjetër mund të filloj një karrierë në teatrin e opera si pianist. Për mua ishte një nder i madh, isha kryeplak i fermës të vit. Bashkëpunimi me Luana ka qenë kështu. Në fillim ajo mendonte për mua që unë do isha kot. Edhe unë mendoja për atë do ishte shumë e mirë. Tani kuptoj dhe ajo që nuk ka ku të gjej kryeplak si puna ime. Më duket sikur kur do marrë ferma sikur më duket dhe mua sikur do ndaj me familjen time. Dhe shpresoj shumë që të martohem me Elinarën. Go, 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 go.